Një aksident i rënd rrugor është regjistruar në aksin kombëtar Përrenjas Qafthan, ku është përfshirë autobusi që transportonte ekipin e femrave të volejbollit të Skënderbeu të Korçës. Sipas informacioneve paraprake, autobusi ka dalë nga rruga ndërsa dy autovetura janë përplasur mes tyre dhe kanë pësuar dëmtime të mëdha. Si pasojë e aksidentit, disa persona kanë mbetur të lënduar dhe janë transportuar me urgjencë drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Shkaki i aksidentit dyshohet se është parakalimi i gabuar dhe lagështia në rrugë. Ekipi i Skënderbeut në volejboll për femra po udhtonte drejt Tiranës për të luajtur në ndeshjen e dytë finale. Autobusi është përplasur dhe ka përfunduar buz kanalit, ndërkohë që vajzat e ekipit që kanë qenë përpara kanë pësuar dëmtime dhe disa janë traumatizuar. Raportohet se gjendja shëndetësore e vajzave është e mirë. Vetëm 2 deri në 3 prej tyre kanë pësuar dëmtime të vogla, por pa probleme për jetën. Policia ndodhet në vend ngjarje dhe ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.